Mirë se vini në kanalin zyrtar të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore. Si të verifikoni pagesën për faljen e detyrimeve? Në këtë video do t'ju informoj me mënyrën e verifikimit të pagesave të kryera në kuadër të ligjit për faljen e detyrimeve vendore për periudhën 2015-2019. Nëse e keni kryer pagesën deri më 30 qershor 2026, sipas mundësisë së parë të parashikuar nga ligji, pagesa juaj është regjistruar dhe pasqyruar në sistem. Për të verifikuar gjendjen e detyrimeve tuaja, mjafton të hyni në platformën e-Albania dhe të përdorni shërbimin Taksat dhe Tarifat Vendore Bashkia Tiranë. Pas përfundimit të procedurës së faljes, detyrimet për periudhën 2015-2019 duhet të rezultojnë të shlyera sipas përfitimit të aplikuar. Nëse dëshironi të konfirmoni që pagesa juaj është reflektuar në sistem ose keni paqartësi mbi gjendjen e detyrimeve, mund të na kontaktoni në adresën taksat@tirana.al ose të drejtoheni pranë sporteleve tona. Për qytetarët dhe bizneset që nuk arritën të përfitojnë nga fati i parë, ligji parashikon edhe një mundësi të dytë lehtësimi. Deri më 31 dhjetor 2026 mund të paguhet 75% e principalit, ndërsa 25% e mbetur e principalit, si edhe të gjitha gjobat dhe kamat vonesat, falen sipas përcaktimeve të ligjit. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë informacione mbi taksat dhe tarifat vendore, vazhdoni të ndiqni kanalin zyrtar të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore.